Një deklaratë e fortë gjatë një lidhje e live ka shkaktuar një debat të madh. Babai i Selinës ka reaguar ashpër ndaj situatave të fundit. Ai u shpreh i prekur nga ofendimet e përsëritura ndaj vajzës së tij, duke theksuar se respekti ndaj familjes është një kufi që nuk duhet kaluar. Në bisedë u përmend edhe kanuni i lek Dukagjini, duke kujtuar peshën që ka pasur nderi i familjes në kulturën shqiptare. Kjo referencë u interpretua në mënyra të ndryshme. Disa e panë si reagim emocional, të tjerë si një nxitje tensioni të panevojshëm. Videoja u shpërnda me shpejtësi, duke ndarë publikun në mendime mbi mënyrën se si duhen zgjidhur konfliktet në kohët moderne. Ekspertët theksojnë rëndësinë e dialogut dhe përgjegjësisë në komunikim, sidomos kur përfshihen familjarët e personazheve publik. Në epokën e rrjeteve sociale, çdo fjalë merr për masa të mëdha. Kujdesi në komunikim bëhet sot më i rëndësishëm se kurrë. Mbetet për t'u parë nëse do të ketë reagime të tjera. Dinjiteti mbetet thelbi i çdo debati njerëzor.